Nëse ne e pyesim vetën tonë, pse kemi ardhur në xhami? A thu vallë, dikush na ka pru me zor. A thu vallë, ardhja jote në këtë xhami të ka pru pozita, të ka pru pasuria, të ka pru baba, shefi apo dikush tjetër. Jo vallë. Askush prej tyre neve nuk na ka pru në këtë xhami, përpos ajo dashuri që e kemi ndaj i madhit Allah. Dikush ka ardhur vet, e dikush ka ardhur me familje, me vlad, vetëm se vetëm ta falendron Allahun xhelleshanuhu për të mirat që Allahu ja ka dhënë. E para, e dyta, për gjunahet të cilët njeriu i bën brenda vitit me vetdije apo pa vetdije, ka ardhur këtu me i thonë Allahut, o Allah, mi fal mëkatet e mia, e ke prish gjumin, i ke lënë krejt mirat saltanatat e kësaj bote, ke ardhur këtu për me fal namaz, për me i ra sejdë Allahut, ta falendrosh Allahun dhe t'i kërkosh i madhit Allah për falje për mëkatet e tuja.